Përshëndetje dhe mirë se takohemi. Domethënë kemi përmendur disa mënyra se si lexohen disa grupime të shkronjave, gjithsesi këtë rast të zanorëve në gjermanisht, siç është edhe EI. Pra kur e shohim EI do e lexojmë si I. Për shembull, themi mein, themi klein, domethënë I e vogël, ose die Zeit, koha, ose die Arbeit, puna, ose zwei, dy e kështu me radhë. Tazëm mund të themi das Haus ist sehr klein. Pra das Haus, shtëpia, ist sehr klein, është shumë e vogël. Pra kemi klein, ku është futur ky grupim i zanorëve EI që shqiptohet si I. A mund ta thuash? Das Haus ist sehr klein. Ist sehr klein. Që do më thënë shtëpia shumë e vogël, apo jo? Bukur shumë. Ky pra është një nga rastet. Më pas kemi edhe një rast tjetër ku, siç e shohim, e dhe u lexohet si oj. Për shembull themi noj, I e re, ose themi heute, sot, ose Deutsch, për shembull gjermanisht, është për qëllim gjuha, ose der Freund, miku. Tazëm mund të themi heute lerne ich Deutsch. Heute, sot, lerne ich Deutsch. Pra sot po mësoj gjermanisht. A mund të provosh? Heute lerne ich Deutsch. Heute lerne ich Deutsch. Ashtu. Pra sot po mësoj gjermanisht. Pra sot është heute. Ashtu, heute. Bukur. Pra mund të themi heute lerne ich Deutsch. Sot po mësoj gjermanisht. Por mund ta vendosim edhe ich në pozicionin e parë. Të themi për shembull ich lerne heute Deutsch. Në rregull. Grupimi tjetër është kjo a me dy pika sipër, siç e shohim, që edhe kjo lexohet si oj. Për shembull die Häuser, shtëpi, die Bäume ose aufräumen. Tazëm mund të themi die Häuser sind schön. Shtëpit janë të bukura. Eja, die Häuser sind schön. Ashtu, shtëpit janë të bukura. Dhe në fund të kemi IE që lexohet si zanore e gjatë. Tazëm hier, nie, kur, ose për shembull der Spiegel e kështu me radhë. Mund të themi ich bin hier, unë jam këtu. Ich bin hier. Ashtu, unë jam këtu. Ich bin hier. Dhe më thënë zanore e gjatë. I.